Policia ka vijuar operacionin e koduar Processing në Mirdit për goditje në ndaj narkotikëve. Policia ka vënë në pranga 3 shtetas, 2 prej tyre vëllezër, si dhe ka sekuestruar 40 kg lëndë të dyshuar narkotike kanabis në proces tharjeje, 4 automjete dhe 5 celular. Nga hetimet janë identifikuar shtetasit MZ dhe EZ vëllezër dhe AR, të cilët të dyshohet se kanë kultivuar bim narkotike dhe kanë prodhuar lëndë narkotike me qëllim shitjen në bashkëpunim me shtetasit PM dhe KP, të arrestuar një javë më parë në kuadër të fazës së parë të operacionit të koduar Processing, gjatë së cilës u sekuestruan rreth 33.7 kg lëndë narkotike kanabis sativa, si dhe u asgjësuan 220 bim narkotike të kultivuara në fshatin Shtuf, Mirdit. Gjatë fazës së dytë, shërbimet e policisë kanë gjetur afër një banëse të vjetër në fshatin Shëngjergj, Mirdit, dhe kanë sekuestruar rreth 40 kg lëndë të dyshuar narkotike kanabis sativa në proces tharjeje, 4 automete dhe 5 celular që dyshohet se përdoreshin nga autorët për veprimtari kriminale. Në përfundim të veprimeve hetimore u arrestuar në flagrancë shtetasit: AR, 33 vjeç, banues në Mirdit; MZ, 34 vjeç, banues në Mirdit dhe EZ, 38 vjeç, banues në Mirdit. Operacioni policor i koduar Processing vijon me qëllim identifikimin dhe kapjen e shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.